të flasim në fillim të kësaj jave, do të analizojmë atë që ka ndodhur, atë që po ndodh, atë që do ndodh me avokatin e njohur Zaçi Islami. Avokat, përshëndetje edhe faleminderit shumë. Përshëndetje, mirëmëngjes. Avokat, bota ndodhet në nethet e luftës, rritjes së çmimeve, të papritur nga momenti në moment që mund të vijë. Ndërkohë që në Shqipëri ne kemi përveç këtyre edhe hallet tona me drejtësinë, burimi nga nis çdo problem, sipas 30 viteve të fundit, mungesa e drejtësisë ka shkaktuar problemet më të mëdha. Por edhe tani pakënaqësitë janë po aq të mëdha, pavarësisht se kemi drejtësinë e re prej vitit të 6 ose që bëhet edhe 4-5 muaj. Në mbarim të këtij mandati për Dumanin, në këtë verë prisim lajme për ndoshta arrestime më të fuqishme dhe ajo që kemi diskutuar për atje, duket se ka ndodhur një konflikt. Dumani ka hequr Arben Krajën, duke vendosur Dorina Bekon, shefe të zyrës me marrëdhëniet me jashtë. Interpretimet janë të shumta, mes tyre edhe për faktin që Kraja duket se ka qenë pro njërit për kandidatëve të Byros Kombëtare të Hetimit, ku në komision është edhe Dumani edhe Behar Dibra. Pra kjo ndoshta i ka ndarë, por ka dhe skenar të tjerë. Ju si mendoni se mungesa e arrestimeve që po ndodhin, propaganda, por edhe debatet, sherrët dhe konfliktet? Ta filloj qik nga kjo zënja Dorina Beko. Po, kush është kjo? Nëse nuk gaboj, para disa vjetësh kjo ka qenë prokurore në Pogradec. Po, në Pogradec, po. Për e të fundit atje ka qenë duket, përpara se ta vinte në Tiranë, ta emëronte KLP-ja këtej. Më dëgjoj mua se unë kam një të zezë të madhe që i them gjërat edhe bëj armiq, po unë do të i them se ashtu është e vërteta. Dorina Beko ka mbuluar krimin dhe shkeljen dhe dëmin që ishte bërë një qytetari nga Librazhi, të cilin e goditën ca gangster në kthesat e qaftanës, dhe ajo, jo vetëm që nuk i ndaloi, jo vetëm që nuk mori makinën e tyre, ta sekuestronte të bënte të gjitha veprimet procedurale që i takojnë një prokurori, por e mbylli çështjen dhe e quajtën këtë fajtor, duke u plagosur ky, duke qenë invalid për një kohë të gjatë. Pra është e korruptuar Dorina Beko, të mos rri atje, unë po e them pas së fare, dhe po ka kurajo Dorina Beko të përballet me mua, se unë ja them gjërat në sy. Letrat e kam, personi që është plagosur është këtu në Tiranë, një njeri hallexhi në punë të tij, në drejt të tij, që nuk i bite as mizës në qafë. Pra, kjo është Dorina Beko që kanë bërë atë. Dhe the drejtësia e re. Jo, kam thënë, them dhe do them, dhe i qëndroj kësaj. Nuk është drejtësia e re, është drejtësia e vjetër me kostum të ri. Kjo është. Po, me që jemi tek Beko, Vetingu nuk i dinte këto, nuk i ka parë këto, apo? Kush e bën Vetingun? Vetingun e bëjnë ata që s'u është bërë Veting. Vetingun e bën një grup i strukturuar, i emëruar nga Fatmir Xhafa. Kush janë ata? Kanë dhënë llogarinë cilët janë, doli që Ina Rama ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit edhe e këtij që thonë, shërbimit informativ kombëtar, Shqiput. Atëherë si mund të rri akoma ajo në krye të gjykatës kushtetuese atje ku është? Jo mos do të rri, prandaj të them, ora fjalë prova që vërtetojnë atë që them unë, katësipërisht, që nuk ka drejtësi të re, nuk ka drejtësi në drejtësi, ka thjesht ndrojmë njerëzit që do na shërbejnë neve për të mos vajtur, për të mos u dënuar. Do vim tek Spaku, te Byroja Kombëtare e Hetimit. Po dalin ditë për ditë vjedhje, grabitje, tendera, shpërdorime, miliona e miliona euro. Kush është arrestuar? Jo më larg se dje, portali pamfletit jepte listë emrash të qytetarëve që janë për të dënuar, për të gjykuar, për të arrestuar, dhe asnjë nuk lëviz. Tani unë dua të pyes ambasadën amerikane, zonjën Nancy. Dhe inshallah, po e di që do shikoj njerëzit që ka atje. Zonja Nancy, ju paguani Spakun dhe Byron Kombëtare të Hetimit se i paguan shteti amerikan, që t'i mbulojnë këto krime që bëjnë në ekonomi dhe në shoqërinë shqiptare, apo që t'i denoncojnë. Sepse deri tani
Spaku nuk ka arrestuar, nuk ka dënuar asnjë, nuk ka çuar për gjykim asnjë nga këta oligarkët që kanë vjedhur edhe që vjedhin për ditë, nga këta politikanë që duke shfrytzuar karriken e shtetit, po vjedhin për ditë. Ju lutem zonja Nensi, na thoni se jeni përfaqësuese e shtetit amerikan. Amerika më se ka halle të tjera avokat, se ka andej nga Irani tani. Amerika është një shtet aq i madh dhe aq i konsoliduar sa i ka të tëra gjërat në vijë. Ka Ministrinë e Mbrojtjes për Iranin edhe për linjën e mesme, janë strukturat e posaçme të shtetit amerikan që merret me atë punë, të cilat nuk kanë asnjë efekt dhe nuk ndërhyjnë dot që të ngatrojnë punën e diplomacisë. Ne jemi shtet populli vetëm në botë që jemi 97% pro-amerikan. Edhe na kanë lënë në duar të kriminalëve, edhe të banditëve dhe të hajdutëve. Edi Rama pati paturpsin në 12 prill të 2016 dhe tha Donald Trump është një keqe e jashtëzakonshme për botën dhe për Amerikën. Sot Edi Ramën e përkëvelin. Zonja Nensi, do na lini akoma Edi Ramën që të na shkel? Do ta lini akoma Edi Ramën që të vjedh? Do ta del paturpsisht del Edi Rama dhe thot, unë do ike kur dua unë, thot. Ç'do me thënë kjo? Mund të ma përktheni zonja Nensi, zonja ambasadore? Na e thoni, si ta përkthejmë këtë, si ta dëgjojmë, si ta materializojmë këtë ne, pa jem të materializuar e ka, si a ishtë në pushtet dhe mire ka. Po ne si ta materializojmë, që thot do ike kur dua unë. Kjo shprehje e tij, do ike kur dua unë, është tregues i qartë dhe i pastër i dhunës dhe i terrorit dhe i diktaturës në të cilën na ka futur ky njeri. Do më falë që minuta gjë në ligjërat të drejtë ta shikojnë qytetarët. Kur thot do iki kur dua unë. Ndërkohë avokat që ju gjeni materialin që do tregoni dhe për publikun, më lejoni që t'ju pyes edhe për faktin që nga 2021-shi ka qenë non grata e fundit lista e zezë që shpalli SBA-ja. Nuk kemi pasur më pas atij viti që ishte Berisha. Sigur janë bërë shumë, sa janë bërë 4 vite në mes. Deri tani nuk na është thënë pse është shpallur non grata Sali Berisha, zyrtarisht. Ne nuk e dim. E dim që është shpallur non grata, po pse se di. Çfarë ka bërë? Ku e ka cënuar politikën amerikane? Dhe praktikisht nuk e dim. Nuk e dim. Po, emrat të tjerë e kanë fjalën, emrat të tjerë, pse ky pushim kaq vite? S'po e gjej dot atë që... Po, do të kemi fjalën për pjesën që Rama thotë që unë do iki ose kur të vendos vetë ose kur të vendos Zoti. Kur dua unë, thot. Do iki kur të dua unë, thot. E bën pyetje Blendi Ferziu, po deshe gjeje të lutem para se ta transmetosh këtë gjeje. Edhe Berisha kështu thot, do iki kur të vendos ai lart. Pra, kjo do të thotë që Amerika këtu për krah diktaturën dhe diktatorët dhe pasër fare për krah. Pra, avokat, e lam tek lista e Shteteve të Bashkuara, me lista e zezë që nuk kemi një ripërditësim të listës. Ka mbetur lista e 2021-shit me Berishën të fundit. Mendoni që duhet kemi ndonjë tjetër, do kemi? Këtu non grata duhen shpallur të tërë qeveritarët dhe politikarët që kanë qenë pjesë e Partisë Punës Shqipërisë, që nuk janë shpallur. Ke akoma ish ministri i Brendshëm dhe ish hetuesin Fatmir Xhafa e kenë pushtet. Ke tallen me Fatmir Mediu. Se kuptoj. Pse nuk shpallet Fatmir Mediu që u vran 26 vetë në Kërtec? Pse nuk shpallet non grata? Pse nuk arrestohet? Pse nuk jep llogari për çfarë është bërë? Pra këtu duam neve, Amerika nuk po e lufton krimin në Shqipëri, pikë, edhe kriminalët që janë në politikë. Unë po ja them, troç fare. Dilni, jepini shqiptarëve të kuptojnë që ju po luftoni për drejtësinë në Shqipëri dhe ju po përkrahani
ligjin dhe rregullin në Shqipëri që shqiptarët të gjejnë të drejta dhe të drejtat e tyre pa munguara. Ne akoma jemi në sundimin komunist sepse na është marrë prona zotëri dhe jemi kthyer në refugjat në Shqipëri, në tokën tonë, në trullin tonë, në shtëpinë tonë, në vendin tonë. Ne jemi refugjat këtu praktikisht. Dhe pronat tona e kanë marrë hajdutët komunistë dhe Amerika nuk thot asnjë fare. Mjafton të kemi pronë private thotë, pasi kush e ka këtë pronë private dhe se si u bën me pronë private këta miliarderë shqiptarë që në botën e qytetëruar duhet 100 vjet bësh të kesh $1 miliard ose €1 miliard. Në Shqipëri për 30 vjet kemi një 56 miliarderë. Kjo është, prandaj kam pretendime dhe kam kërkesa për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për ambasadën amerikane. Zotëri na dilni zot, se po na shkelin, po ata komunistë na shkelin për 15 vjet. Na dilni zot, po kërkojmë ndihmën tuaj. Na dilni zot. Me ardhin e Trumpit duke sigur ka një tërheqje avokat. Ju e ndjeni këtë që ka një tërheqje apo? Pa dyshim, pa diskutim fare, nuk po flet me njeri fare, as për spakun, as për asnjë gjë fare, nuk po thot njeri gjë. Edhe këta këtë bëndasin. Po natyrisht, derisa të kërkon njeri llogari, dasëm do bëjnë, nuk diskutohet fare. Dhe tani marrë sot nga shtypi që do vi dhëndri Trumpit këtu. Pse do vi dhëndri Trumpit? Përse na duket që? Dhe kush është? Qa pushteti ka? Po mos vjen për Sazanin. Po pse mu qa ka Sazanin Edi Rama, e ka pronë private? E ka pronë private? Po që se Sazani do shërbej si bazë detare për NATO, për Amerikën, jo për NATO, për Amerikën, dakord me të dy duart. Por që se Sazani kënë t'ja japi që të bëhet miliarder, ai dhëndri Trumpit edhe dhëndri të Trumpit, edhe kulishi të Trumpit, atëre mirë ne, dhe ta thonë Shqip, ore, ju duam që të shkelim, të shfrytëzojmë, nuk na u dojtë barku për ju, dhe ta thonë, mor. Po jo, zotëri, unë nuk besoj se do jetë ashtu si propagandohet dhe si duan ta bëjnë këta. Ose pasaj, mirë kuj vënd në zgjuar ka rënë. Avokat, edhe 5 muaj kanë mbetur Dumanit. Do bëj gjë thua mëtej apo do mbetet deri këtu te Meta Veliaj? Dumani ka të tëra letrat gati. Dumani ditë për ditë ishtë thënë që zvëndës kryeministria, që në fakt ajo është kryeministër praktikisht, ai është dhogë të ditën me kokainë, e ka mbushur ku, pëse të arreston Dumani, që ka? Prandaj pyes ambasadoren amerikane, zonja ambasadore, nuk I shikoni ju këto ngjarje këtu, nuk shikoni këta hajdut të tmerrshëm që kanë marrë pushtetin Shqipëri dhe po vjedhin pronat e shqiptarëve? I shikoni apo edhe I falni apo nuk I shikoni dhe s'dini gjë? Po unë mendoj që ato të pare që I shikoni dhe I pranoni, sepse mjafton që të mos dalin kundër jush dhe ju dakord jeni të bëjnë çfarë të duan me neve. Mirë bëni në latë në duar të tyre, s'kemi që bëjnë. Me që unë dalet e Balluku, po me Gjaçkën, çfarë po bë avokat, se ne kemi folur, po bën disa... Zotri, Gjaçka është pjesë e nomenklaturës komuniste, nuk preket në Shqipëri. Nuk preket. As Gjaçka, as Gjaçkërit. Asnjë nuk preket. Na kanë vjedhur pronat dhe po na I vjedhin pronat dhe amerikanët tanë, miqtë tanë nuk po ndjen hiç. U ngrit spaku për të goditur pikërisht këta që po vjedhin pronat dhe po të thorin pronat, dhe spaku merret vetëm me Elon Velin dhe edhe Ilir Metën, që të dy I ka, në fakt nuk I ka arrestuar spaku. Mos gënjejini, I ka arrestuar Edi Rama ja dorëzoi spakun. Se Edi Rama po të ishte përtejsi, do lëshonte Gjaçkën që nuk e mbajti me çdo kusht e mbajti deputete për të ruajtur imunitetin mos preket. Pra, nuk është kështu. Ata që kanë sy në ballë dhe mend në kokë shikojnë që të dy ata që janë arrestuar vetëm për Ramës, se ka dashur Rama. Dhe praktikisht spakun duam apo s'duam dhe ta dëgjojnë zotërinjt amerikanë në ambasadën amerikane, ta dëgjojnë që spakun e komandon Edi Rama. Dhe amerikanë nuk I pyet fare. Dumani
edhe cili do duman që do jetë. Spaku është në dorë të Tiranës, spaku është në dorë të pushtetit, spaku është një kobure në dorë të Tiranës për të eliminuar kundërshtarët e tij politik, brenda partisë dhe jashtë partisë. Avokat Velie ka tani korrik, në 6 korrik mos gaboj, gjykata e lartë do shprehet për masë sigurisë. Mendoni që mund ta liroj? Jo, nuk do ta liroj. Nuk do ta liroj, se nuk mund ta liroj. Këtu bëhen çuditëra, gjithçka mund të bëhet. Po deri dje u lakua emri i Orvelis për miliona euro, për miliarda euro dhe tani ta nxjerrin që sepse pas ka thënë dhe që mund të dorëzoj garanci pasurore. Ku i gjeti parat? Ka punuar avokat se i thon ka i vite ministër, kryetar bashkie. Po? I ka heqë sa ka marrë rrogën? Sa prona ka? Ku i ka gjetur? Me ca lekë bleu? Ore këta janë hajdut të pushtet dhe unë prandaj po revoltohem dhe po i drejtojmë ambasadës amerikane. Do na hiqni një hajdutët apo jo? Troq fare, shkurt. Ndryshe thoni s'kemi që bëjnë ose thoni të vërtetën, na duhen se u shërbejnë juve, po jo neve. Edhe jemi në duar të tyre, s'kemi që bëjmë. Por deri dje na thatë që spaku të arrestoj kriminalit dhe hajdutët. O bëni atë që thatë, ose trishëm. Avokat, për Velie thatë ku gjeti lekët si qyshtek. Po për Metën, Meta ka deklaruar avokati i tij që nuk ka asnjë pasuri mbi tokë. Asnjë. Qa prisni nga avokati? Ai nuk është prokurori i Metës, është avokati i Metës dhe pra tjetër i do flasë me gojnë e Metës. Spaku s'ka gjetë asgjë thaj, asnjë gjë. Se dim atë. Po dje, lajmet jepnin që në guroren në malën e Tomorit, gurorja e Elin Metës ka bërë kërdin në ambient. Ka shkatëruar ambientin në mënyrë të tmerrshme. Si s'pas ka spaku. Ky Elin Meta. Këto mund t'jenë dhafe që i lidhin thashë theme popullore, pa prova, pa fakte, pa dokumenta. Dhe të thonë qartë të duan zotëri, unë nuk e kam hetuar Elin Metën që të di se qarë ka bërë dhe s'kam të drejt jap mendim. Flasim ashtëri, flasim që unë dhe ti flasim mbi ato që dalin po nga zyrat e Spakut dhe të Byros Kombëtare të Hetimit. Janë të vërteta mirë, si janë të vërteta prap mirë, dole të vërteta të imbuluar prap mirë, ne në çdo kohë mirë jemi. Por ne kërkojmë që shqiptarëve të kthehen pronat. Ne kërkojmë që të zhduket, të shfuqizohet ligji 7501, se këto na janë premtuar. Ne kërkojmë që nuk janë dënuar, por e dalë se po shkojmë tutje, nuk janë dënuar krimet e komunizmit o zotëri. Po ju më pse nuk i dënojnë krimet e komunizmit? Pse nuk e kërkon Amerika nga pushteti shqiptar, nga politika shqiptare të dënojnë krimet e komunizmit? Mund të më thonë? Po ju më thatë që disa nga këta komunizmit i kemi të rrallë të drejtësisë. Si do dënojnë veten këta? Prandaj po them që është detyrë dhe është e drejtë dhe e ka lënë me pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës që këtë klasë politike ta qërojnë nga pushteti, PDPS baras me PPS bolshevikët e Leninit e Tenverit, dhe Shqipëria të qetësohet dhe të gjej guri vendin, të shkoj pronat e i Zoti, por nuk shkoj pronat e i Zoti në s'kemi gjë interesit, Shqipëria kështu do mbetet. Dhe u bën thirrje Partia Shpresa Demokrate Shqiptare, u bën thirrje emigrantëve shqiptarë që të kthehen. Ku të kthehen? Ku të kthehen, zote, në qoftë se në pushtet është akoma Edi Rama, në qoftë se në pushtet është akoma Fatmir Xhafa dhe të gjithë këta lukunia e hienave të Partisë Punës. Si do kthehen ata? Kush i lë të vinë këtu? U kërkohet shqiptarëve të dalin në mbështetjet Partisë Shpresa Demokrate. Si mund të dalin ata në mbështetjet kësaj partie kur të nesërmen, që në moment janë pushuar nga puna, që në moment se s'ka nësi mbrojtje. I mbroni ju, zotëri, që Amerikës këta njërës që të dalin në protesta atje të mbështetjen Partisë Shpresa Demokrate, i mbroni të mos preket nga në punë, të mos preket e drejta e përgjegjëtuar edhe për të punuar, nuk i mbroni. S'u keni dalë sot deri tani. Atëherë si do dalin? Kush është ai që guxon të lërë bukën e fëmijëve të dalin protestë me mua? Pra, Amerika ka dy masa të qëndrime.
të qëndrojnë në një pozicion që duhet, e pozicione që duhet të qëndrojnë politikanët amerikanë me Shqipërinë është të dënojnë krimet e komunizmit, të çmugjizohet ligji 7051, të ndalohet pushimi nga puna e qytetarëve që marrin pjesë në protesta me ligj, ta bëjnë vetë ligjin, këta kush të shkel ligjin të shkojë para gjyqit, atëherë mund të dalin shqiptarët, ndryshe nuk dalin, janë të shtypur dhe do vazhdojnë të shtypen me këtë klasë politike të mbështetur edhe të mbajtur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës i Lirbeta. Edi Rama. Edi Ramën e mbajnë në pushtet amerikan, e mbajnë në pushtet masonët e Amerikën, e mbajnë në pushtet iluminati amerikanë, e mbajnë në pushtet të 300 e Amerikës. Prandaj thot Edi Rama që nuk undojke kur dua vetë. Edhe pse është i çmendur, edhe pse delet atje dhe pëllet në zyrë, edhe pse delet bie tavolinës, tamam skizofren i çmendur. Dhe atyre u duhet, sepse zbaton, e mban popullin në dhunë, në diktaturë, në një terror të jashtëzakonshëm. Ne jemi në terror, zotëri. Ne nuk guxojmë që të dalëm të bëjmë një protestë sepse të nesme na pushojnë fëmijët nga puna. Jo, se mua më kanë pushuar me kohë derisa nuk mjon diplomat e fëmijëve. Po janë me mira dje me vajza që i di që më takojnë në rrugë dhe më thonë jemi me ju avokat, po na pushojnë nga puna po të dalim. Atëre, ju jepet garanci këtyre që nuk pushojnë nga puna që të dalin atje. Se është bërë thirrje që ndatë 4 korrekt të dalim te sheshi Skënderbej. Pra punëve dhe me pensionistët, se ata që kanë fëmijë të punë nuk vjen, nuk dalin. Avokat, po Rama ishte në Amerikë tani, pritshmërit ishin që ne mund vinte në haber, ky vajt atje erdhi, majti fjalim dasëm, çdo gjë në rregull. Vajti mori garanci tek masonët. I thanë ata mos të çaj kokës e ke neve. Për këtë vajt. Mendoni që të rreth 300. Pra, armit tanë të betuar që kanë masonët, që kanë 300, që ka iluminati. Ata e mbajnë në pushtet. Se pyetja me thjesht, Amerika është një vend demokratik. Është demokracia më e mirë dhe më e madhe në botë. Si ban bardhënie me një sharlatan si Edi Rama? Se në shqiptar themi, më thuaj me këvete të them cili je. Atëherë thirrja u bashkapër masonëve, jo Amerikës. Atyre s'kemi që bëjmë. Atëherë s'ka zgjidhje. Ata komandojnë, dhe Amerikën edhe botën, ata e komandojnë, nuk bëhet fjalë fare, janë 300 edhe iluminati, ata e komandojnë botën. Dhe prandaj ka partiset Edi Rama. Prandaj Edi Rama thot dojke kur të dua unë, i thot Blendi Fevziut. Avokat, megjithatë në mandatin e 4, me gjithë të mbështetje që u tha dhe nga Amerika, nga masonët, ka diçka që mendoni që Ramën mbi tryezë në kryeministri e shqetëson, ka ndonjë shkresë, një ultimatum, në një kërkesë, ka në i zarf, në i gjë, ka diçka që shqetëson, apo është fare i qetë, po merret me shkollën verore të deputetëve të ri edhe? Imagjino sa mirë që ne jemi vendi turpeve. Ne jemi vendi turpit. Ne jemi turpi globit. Zgjidhet deputet, votohet për deputet dhe do bëj shkollë për të qenë deputet. Ka vend të ri kjo? Pranohet kjo? Po mirë, edhe Fatmir Xhafaj për shembull edhe të tjerë lejohet t'u japin ca leksione. Leksione, presupozohet që është politikan më zotëri. Presupozohet që do vejnë në parlament, do bëj ligje. Pra, këta i do marrë këto leksione që tallen me neve. Këta do vejnë atje vetëm për të ngritur dorën. Dhe praktikisht pushteti dhe ligji mbetet në dorë të klikës kriminale, komuniste, bolshevike të shqiptarëve. Avokat, tani duket se do presim rritje çmimesh, se për drejtësinë po e harrojmë këto, se po vjen lufta, ndoshta nuk na vjen me raketa, por na vjen me rritje çmimesh. Ne kemi çmime 80% më të larta se në Gjermani. Po t'i ngrën akoma, atëherë dhe të na thonë shkoni vdisni. Të vrasin veten, ta mbyllim kapitullin, s'kemi që bëjmë. Me këta nuk luftojmë dot. Nuk luftojmë dot me kriminalët e mbështetur nga masonët. Po e theksoj masonët, po e theksoj. Që po e mbajnë në pushtet masonët e Edi Ramën. Dhe këtë gjë ka thënë, se nuk e them kotun, edhe unë nuk e them pa mbështetje, e ka thënë Fatosnanu, a shikojni deklaratën e Fatosnanos.
Kështu që unë di që I ka rrejt e forta. jo e ka thënë që mbështetet e masonit. Tani presim dhe të dalim të na mbështesin, të na mbrojnë miqtë tanë amerikanë. Dhe të dalim pse flon apo rrin të bëjnë çfarë do qefi e diramse dhe pastaj shohim me bëjmë. Zgjedhjet nuk janë një orë akoma, zgjedhjet u mund paçauri një turp. Vetëm në Shqipëri bëhen. Atëre, çfarë bëhet? Ku do vemi? Me këta do rrinë pushtet të rjetën, këta po rrinë. Pse po rrinë pushtet? Sepse nuk u dënuan krimit e komunizmit, sepse këta janë akoma mbështetje dhe votohen nga ata me kapele republike, nga pensionistët dhe fëmijët e tyre, dhe janë bërë më të egër një prit e tyre, fëmijët e fëmijëve të atyre, janë bërë ata më anti-shqiptar, më anti-kombëtar, më grabitës, më hajdut, më kriminal, janë ata. Avokat, më thoni edhe diçka të fundit, ju lutem. Në gjithë të vorbull, duke sikur se ka një rimendje, por dikush kishe bërë një postim që Mitropolia e Fierit kishe nisur postimet në greqisht. Tani ka shumë greka atje në Fier që duhet të ngjuhen greke? Ju dini gjë? Fieri zotëri bën pjesë në vorjoepirin e kishës greke. Kisha greke thot është tok greke nga shkumbini e poshtë. Dhe kishën në Shqipëri e kanë marrë grekët e kemi thënë me kohë ata. Ku është ky arkipeskopi? Mor ky shkopi i kishës, kryeskopi i kishës autokefale shqiptare, ky Këlqyrioti, ku është ky që shikon postime greke? Po ku është shteti? Po ku është qeveria? Po ku është Akademia e Shkencave? Po ku është populli shqiptar? Këtu gjithçka do bëhet se kanë një shqiptar, i përsun këta. Gjithçka do bëhet. Dhe këtu mbretëron krimi dhe kisha greke. E kemi thënë, e themi dhe do ta themi, nuk më surprizon mua ajo që kanë bërë ata. Është krejtësisht normale për kush drejton kishën shqiptare. Avokat, në këtë kohë të vrrullshme me gjitha këto, kush është më e keqja që mund ta ndodhë? Vetëm të na hedhë ndonjë raket nga Irani. Se tjetër s'ka të keqe më të madhe. Shteti Shqipëria është boshatisur. Ekonomia është për faqencës, jemi vetëm fukarej. Diktatura lullzon e mbretëron. Drejtësia për faqencës, drejtësi komuniste bolshevike e vitit 46. E tham, ekonomia po mbari me sipër, pronat të tjetërsuara edhe të vjedhura, që keqe tjetër mund të na bëjnë më vetë të na vrasën, të bënë kalashnikovin atje sa kalojmë një bateri, një breshëri dhe miropafshëm. Më keq ka. Duke të falenderuar shumë, uroj që në këtë fillim jave optimizmit vinë në rritje. Pavarësisht se situata është, si thoni ju, e zymt. Asnjë mundësi nuk kemi për të qenë kështu optimist. Asnjë mundësi, asnjë hapësirë. Për çfarë ti jem hapësirë, ti jem optimist, lutem se ti doj ta mbyllësh edhe pastaj hap të tjera. Edhe më mban lidhur mua. Për çfarë të më bëj optimist? Do të isha optimist nëse ne do ishim zotët e naftës që prodhojmë. Si jemi ne zotët? Që do të thotë nuk do na prekte fare mbyllja e ngushtisë së Hormuzit dhe ngritja e çmimeve të naftës, sepse ne kemi naftë që eksportojmë. Rafineria do bëhet park voltaik me këto, me erë tani. I kam zhdukur. Prandaj po them, ne jemi të shkatëruar. Ne po na shkatërrojnë kjo bandë kriminalës dhe hajdutës që qeverisë Shqipërisë, bandë bolshevike. Po na shkatërrojnë, kanë marrë detyrë që të na shkatërrojnë. Dhe urdhri i masonëve është që shqiptarët të mos ekzistojnë, të zhduken afatje e dheu. Kjo politikë po zbatohet. Faleminderit. Avokat, në bisedën tjetër do flasim më gjerë dhe më gjatë për masonët, të cilët, sipas mendimit tuaj, duhet të drejtohemi tani dhe jo Amerikës. Të kërkojmë mëshirë atyre. Se Amerika për vetë e saj varet me ata. Faleminderit shumë, avokat. Edhe unë të falenderoj ty.